Elira Martinaj, mbesa e këngëtare së njohur Shqyrit e Behluli, po shndrohet me shpejtësi në një nga figurat më premtuese të botës së showbizit shqiptar. E rritur në një familje me traditë të thellë muzikore, Elira ka zgjedhur të krijojë identitetin e saj unik, duke mos u mbështetur te fama e familjes, por te origjinaliteti, finesa dhe stili personal. Në daljet publike, ajo spigot për elegancë dhe shije të hollë, si në rastin e fundit, me një fustan të kuq që u bë viral për thjeshtësinë dhe klasin e saj. Publiku e ka vlerësuar për natyrshmërinë dhe maturinë, duke cilësuar si një shembull të vajzës moderne që ruan vlerat tradicionale. Në rrjetet sociale, Elira ruan ekuilibër mes jetës personale dhe profesionale, duke ndërtuar një imazh të qëndrueshëm dhe me ndikim pozitiv. Ajo përfaqëson një brez të ri që vlerëson autencitetin dhe kulturën, duke dëshmuar se suksesi mund të arrihet me klasë, maturi dhe dinjitet. Me këtë qasje të përmbajtur e të mençur, Elira Martinaj po konsolidohet si një nga emrat më të spikatur të gjeneratës së re në showbizin shqiptar. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.